Porositë e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, për Imam Aliun, paqja qoftë mbi të. 86. O Ali, një musliman duhet të mësojë 12 rregulla për tryezën. 4 prej tyre janë detyrë, 4 prej tyre janë sunet dhe 4 të fundit janë etik. Rregullat e detyrueshme që duhet të mësohen janë dituria për atë që ha, thënia Bismillah në emër të Zotit dhe të qenit i kënaqur. Rregullat sunet janë të ulurit mbi këmbën e majt, ngrënia me tregishta, të hahet ajo që është më pranë dhe lëpirja e gishtave. Rregullat e mirësjelljes, etikës, janë zvoglimi i kafshatës, përtypja e mirë e ushqimit, të mos shihen të tjerët kur hanë dhe larja e duarve. 87. O Ali, Zoti e krijoi xhenetin nga 2 lloje tullash, prej ari dhe prej argjendi. Muret i bëri me safir, tavanin me gur të çmuar, guralecet e tij me perla dhe dheun e tij me shafran dhe myshk aromatik. Pastaj i tha asaj: fol. Ai tha: nuk ka zot tjetër përveç Allahut, të gjallit, të përjetshmit. Ai që hyn tek unë është i lumtur. Allahu i lavdëruar dhe i lartësuar thot: betohem në fuqinë dhe madhështinë time, në të nuk do të hyj pianeci, thashe themexhiu, poshtëruesi, kumargjiu, tallësi, shpifsi, zbuluesi të fshehtave, fajdexhiu, këputësi i lidhjeve farefisnore dhe pesimisti. 88. O Ali, 10 persona prej këtij umeti e kanë mohuar Allahun e madhëruar. Gjakderdh si magjistari, poshtëruesi, ai që bën seks me një grua të ndaluar në anusin e saj, ai që kryen marrëdhënie seksuale me një kafsh, ai që kryen marrëdhënie seksuale me një femër mahrem, ai që përpiqet për trazira, ai që ushet armë njerëzve të luftës, ai që ndalon zekatin dhe ai që ka pasur mundësi dhe vdes pa kryer haxhin. 90. O Ali, nuk ka gosti përveç se në 5 raste: në dasmë, në lindjen e fëmijës, në synatllëk, në blerjen e shtëpisë dhe në kthimin e dikujt nga Meka.